Presidenti Amerikan Donald Trump ka lëkundur Evropën me deklaratat e tij se nuk do ta mbrojë ushtarakisht, teksa e ka kritikuar që nuk ka shpenzuar mjaftueshëm në NATO. Trumpi gjithashtu ka nisur planet për zhvendosjen e ushtrisë amerikane të angazhuar në Evropë. Në kohën e këtyre planeve është raportuar se edhe trupat amerikane që ndodhen në Kosovë mund të largohen. Mirë po shefi i NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës së tij në Kosovë të martën ka folur qartë për angazhimin e ushtrisë amerikane në Kosovë. Rutte ka thënë se SBA-ja është e përkushtuar tërësisht në KFOR dhe në NATO. Këtë konfirmim, Rutte ka thënë se e ka marrë gjatë takimeve të Trumpit me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin britanik. Shefi i NATO-s gjithashtu ka thënë se aleanca është e gatshme t'i përgjigjet çdo zhvillimi të sigurisë në Kosovë, por u ka bërë thirrje udhëheqësve që të mos marrin vendime të njanshme. Ndërkaq, ish-zëdhënësi i NATO-s gjatë luftës në Kosovë, Jamie Shea, ka thënë se nuk ka asnjë arsye që forcat amerikane të tërhiqen nga Evropa. Ai ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump e ka për qëllim që aleatët evropian të shtyjë të investojnë më shumë në mbrojtje dhe se nuk planifikon largimin e ushtrisë amerikane nga Evropa. Por 5 ditë më parë, gazeta e njohur britanike The Telegraph ka raportuar se Trumpi është duke menduar tërheqjen e ushtrisë nga Gjermania dhe vendosjen e saj në Evropën lindore. Sipas këtij raportimi, Trumpi është duke menduar që rreth 35.000 ushtarë në Gjermani t'i dërgojë në Hungari, vendim që do t'i përkeçonte edhe më tej marrëdhëniet SBA-Evropë. Trumpi besohet se është i pakënaqur që Evropa po bën presion për luftë, kanë thënë burimet për gazetën britanike.